A e dini se detyrat e shtëpisë janë shpik si dënim për nxënësit? Roberto Nevilis, një mësues italian i cili jetoi në fillim të shekullit të 20, ishte i frustruar për mungesën e disiplinës në klasë. Ai zbuloi se nxënësit shpeshherë më shumë e kishin fokusin tek lojrat se sa tek mësimi. E në natë sipër, ai vendosi që t'i ngarkonte me detyra edhe në kohën pas mësimit. E kjo jo vetëm si dënim, por edhe për të përforcuar mësimet që i merrni në klasë. E njëkohësisht edhe për t'i inkurajuar që të merrni më seriozisht mësimin. Me sa duket, ideja e tij pati shumë sukses dhe shumë mësues në Itali vendosin që t'i ngarkonin nxënësit e tyre me detyrat të shtëpisë. Pas suksesit të menjëhershëm në Itali, praktika e dhënies së detyrave të shtëpisë pati jehon edhe nëpër vende të tjera të Evropës, e më pas përfundimisht në tërë botën. Se detyrat e shtëpisë janë pjesë standarde e sistemit arsimor pothuajse në çdo vend, dhe miliona nxënës në gjithë botën shpenzojnë orë të panumërta gjatë gjithë javës duke u marrë me detyrat e shtëpisë. E gjitha kjo fal idesë së Roberto Nevilis. Ideja e dhënies së detyrave jashtë klasës mbetet një nga elementet më të qëndrueshëm të sistemit arsimor. Ajo është zhvilluar, kritikuar, përmirësuar dhe ripërkufizuar me kalimin e kohës, por thelbi i saj mbetet i njëjtë: të ndihmojmë nxënësit të mësojnë më mirë, të jenë më të disiplinuar dhe të ndërtojnë zakone të cilat do t'u shërbejnë për tërë jetën.